LSDM thot se qeveria planifikon të blejë një aeroplan të ri me vlerë prej 100 milion euro, ndërsa refuzon të rrisë pagën minimale në 600 euro. Sipas socialdemokratëve, me shumën prej 100 milion euro sigurohet gjysma e mjeteve të nevojshme. Për rritjen e pagës minimale mund të ndërtohen 20 shkolla bashkohore, 25 qerdhe dhe 10 konvikte studentore. Država не е приватна компанија, а народните пари не се играчка за опиена, а здисана i kriminalna vlast. Shteti nuk është pron private, kurse paratë e popullit nuk janë lojra për pushtetin kriminal. Derisa populli njeh denarët, deri në fund të muajit, punëtorët janë në rrugë për paga më të larta. Kryeministri fluturon për pushime me aeroplan qeveritar. Pas akuzave nga LSDM-ja, kryeministri Mickovski potencoi se qeveria heq dorë nga blerja e aeroplanit të ri. Sipas tij, nisma për këtë blerje kishte ardhur nga ekuipazhi që menaxhon aeroplanin. Ja razbiram debatата od strana na opozicията, tije misla дека su niski strasti. Shoqja e opozita po krijon tema edhe pse në një nga takimet e liderëve formale dhe jo formale që kam patur me Filipçen, ai ishte i qartë dhe tha se për këtë nuk duhet kritikuar qeveria, për shkak se nesër do të ketë qeveri tjetër, kurse avioni do të shfrytëzohet edhe për qëllime humanitare. Por shoh se nuk e mbajnë fjalën. Ne tërhiqemi nga blerja dhe do të lutemi të mbetemi gjallë. Lidhur me akuzat e LSDM-s për rritjen e pagave, VMRO-DPMN thotë se si opozit kanë mbrojtur rritjen e pagave. Me 40 amandamente vepruam që paga minimale të mbetet në formulën e llogaritjes, than nga VMRO-DPMN.